Zonës, sot nga lënda e informatikës për klasën e 6, do të mësojmë njësinë mësimore sistemet operative. Unë jam Qëndresa Rufati dhe vi nga shkolla fillore komunale 7 Marsi, fshati Opar. Njësia mësimore ndodhet në librin tuaj faqe 54. Qëllimet kryesore të kësaj njësie mësimore janë që nxënësit të njihen me rregullat ose me sistemet operative, të dinë funksionet kryesore të një sistemi operativ, të njihen më pastaj me llojet e Windows-ove e të tjerë. Çfarë është në thelb sistemi operativ? Sistemi operativ është përmbledhje e programeve të cilët i mundësojnë shfrytëzuesit të operojë, të punojnë me kompjuterin, programet, pajisjen dhe memorien. Program softverik i cili i menaxhon resurset e hardverit dhe softverit të kompjuterit, menaxhon memorien, vendos prioritete gjatë realizimit të urdhrave, menaxhon njësitë hyrëse dhe dalëse, punë me rrjete e veprime të tjera të ngjashme. Nuk ekziston një kufizim i qartë i saktë ndërmjet softverit sistematik dhe aplikativ. Në rastet e caktuara, ndërmarrjet që prodhojnë sisteme operative ofrojnë edhe një varg të softverit plotësues, të cilat kanë rol të qartë aplikativ, për shembull WordPad, Paint, Internet Explorer të tjerë. Sistemi operativ i pari startohet pas kyçjes së kompjuterit dhe i fundit mbyllet gjatë shkyçjes së kompjuterit. Pas sistemi operativ, kompjuteri do të ishte një pajisje e papërdorshme. Funksionet kryesore të një sistemi operativ janë: menaxhimi me proceset. Çdo program i aktivizuar me kompjuter quhet proces. Tek sistemet operative më të vjetra, siç është për shembull Microsoft DOS, mikroprocesorët në të njëjtën kohë mund të bëjnë vetëm një proces. Sistemi operativ modern në të njëjtën kohë bëjnë paralelisht me shumë procese, ose ndryshe të njohura si multitasking, në të njëjtën mikroprocesor. Gati të gjithë sistemet operative mundsojnë që çdo proces të shkruan nivel përkatës të prioritetit, ndërmjet të cilit përcaktohet edhe koha e procesimit e cila do të kalon gjatë atij procesi. Do të vazhdojmë me menaxhimin me resurset memoruese. Sistemi operativ kujdeset për lokacionet memoruese të lira dhe të zëna, dhe transferimi të dhënave nga memoria primare në atë sekondare dhe anasjelltas. Ky proces quhet menaxhim me memorien virtuale dhe mundëson për shembull 4 GB memorie virtuale në kompjuterin personal, i cili në fakt ka vetëm 256 MB memorie primare. Dhe menaxhimi i tillë quhet adresa virtuale memorike. Më pas të vazhdojmë me menaxhimin me diskqet dhe fajlat. Sistemi operativ posedon sistem të veçantë menaxhues të shënimit dhe leximit të dhënave nga diskqet, duke përfshirë Windows-et të ndryshme, Linux-et e të tjerë. Funksionimi kryesor i një sistemi operativ përfshin edhe rrjetëzimin. Gati të gjithë sistemet operative moderne kanë aftësi që të shfrytëzojnë protokollin TCP dhe IP për lidhje në rrjet, dhe në mënyrë të njëjtë edhe është e mundshme komunikimi nëpërmjet sistemit kompjuterik, të cilat kanë sisteme operative të ndryshme. Mirëpo, sistemet operative të caktuara shfrytëzojnë edhe protokolle të tjera për rrjete të njohura si SNA ose IBM. Funksioni kryesor të sistemit operativ po ashtu është edhe mbrojtja. Është sistem i veçantë nga hyrja pa autorizuar, e cila bëhet ndërmjet procesit të autenticitetit të përdoruesit dhe kategorizimit të nivelit në qasje me kuptim të leximit, editimit ose fshirjes së të dhënave. Tipik i një sistemi operativ ofron mundësi për shikim të dokumenteve nga kompjuteri tjetër ose file sharing, mundësi për shfrytëzim të shtypësit lokal, emailit, web faqeve, file transfer protokollës FTP, niveli jashtë mbrojtës ose firewall e të tjerë. Sistemet operative të Microsoftit. Microsofti ka pasur zhvillim paralel të dy tipeve të sistemit operativ. Për shfrytëzuesit është thjesht me kërkesa të vogla dhe zgjidhje grafike të kuptueshme, të qarta, por në mbrojtje të dobët. Për profesionistë të teknologjisë informative, të cilët ishin në zgjedhje të mirë për rrjedhësim dhe mbrojtje, dhe rrethana të mira grafike, versionet Home dhe Professional në të njëjtën sistem operativ, zakonisht me çmime të ndryshme. Sigurisht do të shihni në ekranin tuaj
edhe operimet e viteve duke filluar nga 1985, 87, 90 dhe 95 për Microsoft e caktuar. Sistemi operativ I parë I dedikuar për profesionistë të teknologjisë informative Windows, I cili është I bazuar në sistemin operativ 2 dhe IBM-it, më vonë Windows 98, 2000, Microsoft XP, versionet Home dhe Professional. Sot Windows 7 dhe Windows 10. Windows 7 dhe 10 është sistemi operativ më I popularizuar me rreth 500 milion shfrytëzues nëpër botën. Të tillë si Windows Home Edition që përdoret për shfrytëzuesit e thjeshtë, më pas Windows Professional që vendoset në përkrahje të duherit procesorëve dhe shfrytëzuesit afarist, Windows Mobile Edition I dedikuar për tabletët, Windows 64-bit Edition I dedikuar ose I përdorur I shfrytëzuar për kompjuter të bazuar në mikroprocesor IOA64 I ndryshe njohur si Titanium, dhe Windows Professional Her64 Edition I dedikuar për kompjuter të bazuar në mikroprocesor AMD64. Stabiliteti I rritur dhe efikasiteti në punë është I përmirësuar, më pas qëndron edhe me tutje mbrojtur, arkitektura optimale hardwareike për punë me Windows është përfshirja e tillë si mikroprocesor Pentium 4, memorie operative prej afërsisht 512 MB, vend të lirë memorues në hard disk prej minimum 320 MB. Windowsi, pronari I sistemit operativ, është firma Microsoft. Versionet e ndryshme të Windowsit janë Windows 95, Windows 98 e kështu me radhë. Gjerm tek Windowset e sistemit operativ më të popularizuar të kompjuterëve personal që janë të sotshëm Windows XP, Windows Vista e kështu me radhë. Do të ndalemi pak tek Microsoft Windows 7, gjatë kyçjes së kompjuterit paraqitet ekrani themelor. Shfrytëzuesi, në këtë rast ju në zonës të nderuar, mund të filloni me punë pas futjes së dy parametrave: username, që në fakt është emri I shfrytëzuesit, dhe passwordin ose fjalëkalimin tuaj. Username, çfarë kuptoni me këtë? Është emri I shfrytëzuesit me të cilin është lajmëruar në rrjet. Këtë emër e njohin të gjithë shfrytëzuesit e rrjetit, gjatë secilës në bazë të njëjtës çdo shfrytëzues mund të jap privilegje dhe ndalesa përkatëse. Kurse passwordi ose fjalëkalimi është e dhënë e cila është mbahet sekrete vetëm për shfrytëzuesin. Madje bëhet e pamundur lajmërimi I shfrytëzuesit tjetër me emër tjetër dhe shfrytëzimi I privilegjeve përkatëse të shfrytëzuesit. Tani do të shohim në ekran janë ikonat për My Computer dhe Resiliency BIM ose të ngjashme. Çfarë është My Computer? Në ekranin tuaj shihni një paraqitje të desktopit. My Computer mundëson qasi drejt tek dritarja. Kjo është dritarja që shihni në ekranin tuaj, e cila përmban informacione të shumta se çfarë ka brenda në kompjuterin tuaj, mund të fitoni informacione për njësi të veçantë ose të caktuar në kompjuterin tuaj. Do të flasim gradualisht një nga një. Resiliency BIM ose shporta për mbeturina përfshihet mbartja e fajlave të panevojshëm, folderave ose ikonave, të cilat në tutje mund të fshihen ose të rikthehen përsëri. Start shërben për aktivizimin e menysë përkatëse, e cila ofron mundësi për të aktivizuar programe, të gjenden fajla dhe foldera. Sigurisht I referohet sistemit për ndihmë si dhe për shkyqje të kompjuterit. Shiriti me detyra ose taskbar, nëse shpesh I gjendet përgjatë linjës së poshtme të ekranit, në të qëndrojnë butona për çdo aplikacion të aktivizuar, ku në çdo kohë mund të shtypet në butonin aplikacionit të dhënë dhe dritarja e saj të paraqitet në ekran. Para se të shkyqet kompjuteri, sistemi operativ bën përgatitje të caktuara, si për shembull incizimin e të dhënave të paincizuara dhe pas përfundimit të tërë punës së duhur, shkyqet në mënyrë automatike. Me shkyqje jo përkatës të kompjuterit mund të vjen deri tek humbja e të dhënave. Nga start mund të zgjedhim informacione të dobishme duke përfshirë search,
e cila na mundëson që të gjejmë fajla të caktuara, foldera të vendosura në memorie, Help and Support Run, All Programs, në mënyrë e të cilës gjendet të gjithë programet instaluar në kompjuterin tuaj. Kompjuteri im ose my computer shfrytëzohet për hyrje me të shpejtë deri tek diskqet e kompjuterit, qasje deri tek rrjetet kompjuterike, si dhe vështrim të përmbajtjes së elementeve të përmendura. Prej këtu mund të aktivizohet edhe Control Panel. Add or remove programs mundëson që në mënyrë të rregullt të instalon programet e reja ose të deinstalohen ose të fshihen programet ekzistuese. Struktura dhe shfaqja e diskqeve në Windows ose My Computer është e tillë, siç thamë më herët, ka një strukturë përfshirëse me disa elemente, që secili element ka funksionin e tij përkatës. Mbyllja e aplikacioneve, shtypim butonin X i cili gjendet në këndin e anës së djathtë lart në dritaren e programit, me zgjedhjen e opsionit Close nga menyja kontrolluese, me zgjedhjen e opsionit Exit nga menyja File, ose me shtypjen e Alt plus F4 nga tastiera, me shtypjen e anës së djathtë të butonit të programit Close, me referim të Task Manager dhe shtypje të menjëhershme të tasteve Ctrl Alt dhe Delete, me çka nga lista do të paraqiten zgjedhja e programit të cilin dëshirojmë ta mbyllim. Do të thonë janë mundësi të shumta të cilat na mundësojnë mbylljen e aplikacioneve. Puna me dritare është një mundësi ndryshe, linja e lartë në ngjyrë të errët ose linja me titull Title Bar na mundëson 3 butona që gjenden në fund të linjës me titull të cilët shërbejnë për minimizim ose zvogëlim të dritares, butoni tjetër shërben për maksimizim ose rritje, për kthyer madhësinë paraprake ose paraprakisht ka qenë zmadhuar. Butoni i fundit shërben për mbylljen e dritares. Mundësi tjetër në dritar është ndryshimi i dimensioneve të dritares, lëvizim treguesin e miu drejt tek linja kufitare e dritares, ku treguesi duhet të merr formën, ta ndryshon formën paraprake në mënyrë të shigjetës së dy fish. Ndryshimi i vend pozitës së dritares, shtypim në linjë me titull të dritares dhe lëvizim treguesin e miu drejt tek vend pozita e dëshiruar. Cascade Windows, dritarja radhitet njëra pas tjetrës në formë kaskadës, dhe Title Windows Horizontally, dritarja radhitet njëra nën tjetrën. Title Windows Vertical, dritarët radhiten njëra afër tjetrës. Kurse Show dhe Desktop minimizohen të gjitha dritarët. Ekzistojnë gjithashtu dhe dritare për dialog ose dialog box, për shembull, për këtë është opsioni Open nga menyja File. Ja, kjo është një Microsoft Windows në formë dialoguese, e cila përdoret për llojin e shkrimit të përzgjedhur, që sigurisht ka mundësi të shumta. Dritarja për dialog i përmban këto elemente, butona komanduese ose command buton, më së shpeshti hasën butonat OK dhe Cancel, ku me OK bëhet miratimi i urdhrit të dhënë, domethënë e njëjta realizohet, kurse me Cancel zhvlerësohet e njëjta, do të thotë largohet ajo çfarë ne kemi jap urdhër të punojmë. Fusha për tekst ose text box, kjo fushë shfrytëzohet për të futur tekste. Më pas është lista ose list box, e cila fushë përmban listën e opsioneve nga të cilat mund të zgjidhet një, lista e kombinuar ose combo box, fushë për futjen e tekstit, listë nga mundësitë që do të thotë mund të zgjedhëm nga lista ose të futim ndonjë informacion tjetër që neve na nevojitet. Listë për konfirmim ose checkbox mundëson aktivizimin ose në të kundërt aktivizimin e mundësive të caktuara në shtypjet e njëpasneshme në fushë, ose fusha është aktivizuar kur në të të paraqiten shenja X ose shenja për konfirmim. Puna me meny. Lista organizuar me urdhra, opsionet të cilat mund të zgjidhen gjatë punës me program të caktuar, për shembull me menyt File, Edit, View, Insert, Format Tools, Windows dhe Help, janë tek shumica e programeve janë shumë të përdorshme sigurisht. Lista nga menyja në dritar është e vendosur në listën me titull. Aktivizimi i menysh së veçantë me shtypjen e tastit Alt nga tastiera dhe zgjedhjes së shkronjës së të njëjtës nga emri i menyes.
Ju faleminderit për vëmendje, miru pafshim në orët e radhës.